haku prindit është i madh. Allahu ka radhit më njëherë mas hakut tina. Më njëherë mas hakut Allahut. Thot Allahu i lartësuar: "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah." Dhe kur i tha Luqmani birit të tij, duke këshilluar: "O birim, mos i bëj shirk Allahut. Inna shirka la dhulmun adhim." Vërtet shirku është zullum i madh. Wa wasayna al-insana biwalidayhi, dhe këshilluam me porositë njeriu me prindrit e tij. Shiko, e radhiti porosin për prindin më njëherë mas hakut ti, mas hakut Allahut. Spari po thot mos bëj shirk, pastaj po thot e porositë njeriu me prindrit e tij. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. E barti atë nëna vështirësi pas vështirësie. Wa fisaluhu fi amain. Dhe pastaj gjithënia e tij në 2 vite. Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Falënderon mu dhe prindrit e tu. Falënderon mu, pastaj prindrit e tu. Dhe të unë do të ktheheni. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm. E nëse ata përpiqen ty me të shti me bo shirk, për shkak të s'ke kur fare njohurie, fala tuti'huma, mos ju bind. Pra kur ata të thrasin me bo shirk, mos ju bind. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, dhe shoqëroj ata në dunja me të mira. Andaj është fatkeqësi ta shohësh një njeri që është fetar, falet, agjeron, ndërsa kur kthehet te nëna ti, te babai i tij, ja ngrit zërin, nuk i buzëqesh. E gjen se morali i tij është nga moralet më të këqija. Ai nuk e ka kuptuar fen tamam, siç duhet. Se Allahu thot udkhulu fi silmi kafa, hynë në fe tërësisht. Ka thënë në Saadi në tefsir, në të gjitha ligjet e fesë, në të gjitha dispozitat e fesë. Madje disa kur ta këshillosh thot, lëre se ti nuk e njeh baban tim. Nuk e njeh nënën time. Mirë, ku je ti prej këtij ajeti ku thot Allahu: "O in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm." Nëse ata përpiqen ty me të shtime mbo shirk, për shkak ti nuk e di, mos ju bind. O sahibuhuma fi dunya ma'rufa, dhe shoqënojnë dunja me të mira. A ka gjendje më të keqe se kjo? A ka gjendje më të keqe se ta kesh prindin thirrës për në kufër? Megjithatë, Allahu po na urdhëron mos ta dëgjojmë, mos t'i bindemi në atë të kotën në të cilën na thret, dhe të vazhdojmë mirësjelljen ndaj tyre. Dhe të njëjtën kohë të vazhdojmë mirësjelljen ndaj tyre. Edhe prej këtu kanë thënë disa prej dietarëve që nuk lejohet bojkotimi i prindit, edhe nëse është kafir, edhe nëse është thirrës në kufër. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-walidu awsatu abwab al-janna, fa in shi'ta fa'di' dhalika al-bab aw ihfadh." Prindi është dera mesme e xhenetit. Disa dietarë kanë shpjeguar, kanë thënë është për qëllim dera më e mirë e xhenetit. Fa in shi'ta fa'di' dhalika al-bab. Andaj nëse don hupe këtë derë, ose nëse don ruje. Kjo është kërcënim, jo sipas dëshirës. Transmeton Tirmidhiu dhe nga Abu Darda, dhe hadithi është sahih. Andaj lutem Allahun të na fal mangësinë tonë kundrejt prindërve tanë dhe të na përmirësoj gjendjen tërësisht.